Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi takuar sërish së bashku edhe këtë javë këtu në ekranin e televizionit 6+1 Vlora në emisionin e përjavshëm kushtuar shëndetit, pikërisht në emisionin Shëndeti dhe Shëndetësia. Sot do të flasim për një temë interesante, pikërisht për shëndetin gastrointestinal dhe patologjit më të shpeshta që hasen në popullatën tonë. Me ne në studio është mjekja gastrohepatologe Mimoza Begaj, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje Alida, faleminderit për ftesën. Është herë e parë që ndodhemi në studio televizive. Ndoshta është kënaqësi patjetër, por ndoshta edhe një detyrim shumë i madh. Shpresoj që gjithçka të kalojë shumë mirë dhe bashkë të kalojmë një momente shumë të mira dhe të diskutojmë hapur, që njerëzit të kuptojnë çfarë ndodh, me pak terma mjekësor, të jemi shumë afër të vërtetës për të shpjeguar çfarë ndodh me të vërtetë me patologjitë e aparatit tretës, për të dhënë shpjegime, për të dhënë këshilla, për të parë për të shpjeguar pse është e rëndësishme diagnostikimi shumë i shpejtë i problemeve gastrointestinale, mjekimi, drejtimi tek mjeku, kozgjatja e mjekimit edhe rikontrollet e detyruara, të cilat sigurojnë një mirëqenie shumë të mirë të aparatit tretës, parandalojnë sëmundje shumë të rëndësishme të aparatit tretës, të cilat për fatin e keq, vitet e fundit janë bërë shumë të shpeshta jo në moshat më 50 vjeç, por shumë të shpeshta në moshat e reja, dhe gjithë bota sot ngre alarmin që patologjitë gastrointestinale për shumë arsye kanë kaluar pas patologjive të aparatit kardiovaskular në vendin e dytë për shpeshësinë, për gravitetin dhe për trajtimin i cili për fatin e mirë ka ecur shumë, por kujdesi shpeshherë është i pamjaftueshëm dhe nga personeli, por dhe nga popullata e cila preket shumë shpesh nga patologjitë e aparatit tretës. Këshillat e specialistëve janë gjithmonë shumë të vlefshme dhe pikërisht këtë synim ka pasur televizioni 6+1 Vlora kur hapi këtë dritare për shëndetësinë, që specialistët si ju të flasin drejt për popullatën dhe ta informojnë për problematikat shëndetësore sipas specialitetit. Le të flasim tani tek problemet e sistemit gastrointestinal. Çfarë përfshin sistemi gastrointestinal dhe pse është kaq i rëndësishëm? Paraprakisht pa kaluar në sëmundje specifike, do ndalesha se si është ndërtuar aparati gastrointestinal. Është një aparat shumë i sofistikuar, në pjesëmarrje të cilës marrin pjesë disa organe dhe disa gjëra që janë shumë të rëndësishme për të siguruar organizmit një ushqim, për të siguruar organizmit energjinë e nevojshme, mikroelementët, vitaminat dhe gjithçka që duhet një organizmi human për të funksionuar në mënyrë perfekte. Stacioni i parë është goja, pra hapësira e gojës, ku futen dhëmbët, gjuha, pra është momenti i parë kur ne fillojmë të ushqehemi, ku ushqimi aty fillon të fragmentohet, pra të copëzohet. Nga këty ushqimi kalon në pjesën orofaringale, në ezofag. Në hapësirën midis ezofagut dhe stomakut ndodhin dy valvula, të cilat janë shumë të rëndësishme për mënyrën se si funksionon aparati i tretë, të cilat lejojnë që ushqimi të kalojë nga ezofagu në drejtim stomakut, por jo në drejtimin e kundërt. Nëse ndodh e kundërta, atëherë instalohet një patologji që për fatin e keq sot është shumë e shpeshtë, që flitet për refluksin gastrointestinal. Pastaj futemi në brendësitë të stomakut, i cili përbëhet nga tre pjesë shumë të rëndësishme dhe që shërbejnë si depozit e ushqimeve. Aty fillon kryesisht tretja, pra fillon zbërthimi i ushqimeve që ne kemi konsumuar, pra fillon në efektin e acidit kloridrik të pepsinës dhe disa enzimave të tjera të cilat prodhohen kur stomaku i vet prodhon. Aty thithet alkooli dhe një pjesë e glucideve, prandaj shpesh në praktikën e përditshme dikush pi një gotë alkool dhe fillon i dhëm koka ose dehet, sepse alkooli është ai që thithet në stomak, ndërsa një pjesë e madhe ushqime pastaj kalon në pjesën tjetër i përket zorrës së hollë. Nga ky ushqimi kalon në një kanal që quhet kanali pilorik, në pjesën fillestare të zorrës së hollë që është duodeni, pjesa ionale dhe iliumi. Pastaj kufizohet pjesa e fundit të zorrës, kur kufizohet në atë pjesë që ne quajmë valvula ileosekale, që në rutinën e përditshme njerëzit e quajnë ciklojnë si apandesit, dhe pastaj që aty fillon pjesa e zorrës të trashë dhe në fund pastaj jemi në pjesën përfundimtare që është pjesa anale. Kjo është pak a shumë për të kuptuar se si është ndërtuar pa pjesët e aparatit tretës. Cilat janë sëmundjet që hasen më shpesh në popullat? Trakti tretës, ashtu sikur se ju i përmendët, ka disa element dhe ka sëmundshmëri të shumtë, por cilat janë ato sëmundjet që preken më shpesh? Unë po ndalem shumë te pjesa e patologjive orale, pasi për këtë pjesë në përgjithësi merret pjesa e ORL-s dhe pjesa e stomatologjisë, pra kaloj direkt për të referuar tek patologjitë që janë më të shpeshta, janë patologjitë e aparatit tretës të stomakut kryesisht, që kanë të bëjnë ato që ne quajmë gastrite inflamatore, ulceragastrite, refluksi gastroezovegal, hernia hiatale dhe ulceraduodenale.
dhe pastaj patologjitë e zorës së trashtë, cilat janë patologji inflamatore, ku futet kolit ulqeroz, morbus Crohn dhe patologjitë malinje të stomakut dhe të kolonit, të cilat në fazën e keq vitet e fundit janë shumë të shpeshta. Unë ndalesha më shumë për problemet të stomakut, le të themi, dhe të zorës kryesisht, por të stomakut pasi bëhen shumë evidente edhe në moshat e reja. Shumë vite në parë, në tekstet tona, ose gjithë bota, ka pas një klasifikim të patologjive gastrointestinale, kur ti duhet të bësh një ekzaminim, kur ti duhet të bësh një screening, e cila ka qenë mosha 55 për meshkull dhe 50 për femrat. Sot ky prag është ulur shumë, është ulur 40 për femrat, 45 për meshkuj, sepse për fatin e keq, në të përditshme takojmë mosha shumë të reja, jo vetëm me gastrite inflamatore, por me ulçra dhe me probleme jo shumë të mira të stomakut dhe të zorës. Prandaj është ulur pragu i screeningit. Shumë vite më parë, ne kemi pas një projekt që kemi menduar që mund ta fusim dhe në Vlorë për të bërë një screening, sepse gjithë bota bën screening për patologjitë gastrointestinale, pra bën depistime për grupet e riskut, ku futen ata që kanë dashkimi familjare, ata që janë konsumues të alkoolit, të drograve, ata që përdorin ushqime fast, sidomos moshat e reja, dhe për faktorë të tjerë, ata që kanë disa ankesa të cilat lidhen me aparatin tretës, por për ndoshta për arsye financiare dhe për arsye të tjera të personelit nuk u realizuar, por besoj që do ishte një gjë shumë e mirë. Nëse do ishte realizuar. Nuk kemi një depistim të popullatës. Ne në Shqipëri, për hir të vërtetës, të jemi sinqert, nuk kemi, edhe jo vetëm në Vlorë, por edhe në Tiranë, nuk ka një depistim tamam për patologjitë, flas gjithmonë, screening, jo për ekzaminime, sepse ekzaminimet për fatin e mirë në Shqipëri janë futur të gjitha llojet ekzaminime që bëhen për aparatin tretës, të gjitha llojet analizave, të cilat e zbulojnë kancerin 5 deri në 7 vjet para, ose disa karakteristika inflamatore, të cilat janë ato gjendje që ne quajmë pre-malinje. Ju, doktoresha, keni një përvojë të gjatë në këtë fushë dhe sigurisht gjatë përvojës tuaj keni evidentuar raste të shumta dhe sikurse thatë pak më parë, numri të rinjve që kanë problematikat me stomakun është i lartë. Si e vini re këtë? Për hir të vërtetës, nëse unë kur jam në shërbim ambulator, bëhet mesatarisht 12-13 vizita, 5 deri në 6 nga këto vizita janë mosha të reja. Flas për moshat nën 30 vjeç. Kur ankesa kryesore e tyre është dhimbja e stomakut, djegja, kolla që u përshtitet herë mbas here, diarea që persiston për një periudhë shumë të gjatë. Kur në tekstet tona thuaj që këto problemet e gastriteve inflamatore fillojnë mbas moshës 35-40 vjeç. Pra unë shoh për ditë dhe njerëz që ushqehen mirë, dhe njerëz që përdorin fast, dhe njerëz që përdorin alkool, dhe njerëz që përdorin cigare apo kombinimi të dyjave, cigari dhe alkooli. Shpeshherë aparati tretës indikator jo gjithmonë është dhimbja. Pra nuk është dhimbja ajo gjithmonë. Mjafton një fryrje barkut, mjafton një diare e cila përsëritet disa herë në interval 3 mujor. Mjafton një tharje gojës, ose mjafton një kollë e paspjegueshme që nuk ka lidhje me patologjitë e aparatit pulmonar, apo me patologjitë e astmës bronkiale apo patologjive të tjera. Mjafton një rënje e lehtë në peshë, ose një person që deri dje është ushqyer mirë dhe sot fillon që gradualisht oreksi të bjerë, pra ti nuk ke dëshirë më të hash, ose ti ha diçka dhe ti vjell, ose instalimi i anemive, ose prania anemive, tek sidomos në moshat e reja. Pra një grua ose një mashkull që ushqehet mirë dhe fillon të bëjë anemi. Zakonisht, shumë shpesh shkojnë di drejtojnë hematologut, por është shumë e rëndësishme ekzaminimi i aparatit tretës në një person flas gjithmonë për moshat e reja, duke përjashtuar patologjitë e tjera. Sot është bërë në modë që shumë pak njerëz i drejtohen mjekut për arsye të problemeve gastrointestinale. Pra, indicia e parë është farmacia, që mendoj që është diçka shumë e gabuar. Bëhet fjalë sepse të gjithë ne marrim një pantoprazol ose një omeprazol në moment një stresi, kur ne bëjmë një dhimbje stomaku, kur ne ham diçka të ndyshme ose diçka fast, ose diçka që është le të themi e ngarkuar me yndyra ose me pikante, por dhe kjo duhet të jetë marrja e medikamenteve në farmaci duhet të jetë e përkohshme, mendoj. Nëse dhimbja është një praktikë e gabuar, është praktikë shumë e gabuar, marrja e medikamenteve pa këshillën e mirë. Kjo bëhet edhe nga ne, edhe nga unë personalisht, edhe nga personeli, edhe nga njerëz që nuk e din fare çfarë ndodh. Por pasaj
ashtu siç mund të jetë një gastrit i thjeshtë, mund të shfshihet një patologji shumë e rëndësishme aparatit tretës së stomakut apo e zorës. Prandaj të gjithë duhet jemi të kujdesshëm, të gjithë duhet të kemi kampanin e alarmit. Pra të gjithë duhet të drejtohemi pra porta e parë ku duhet rokasim duhet të jetë mjeku. Për fatin e mirë në Vlorë, sistemi të paktën për problemet e aparatit tretës ka gastropatolog, ka mjek, patjetër spitali funksionon me të gjitha ekzaminimet e nevojshme që duhen, pra duke filluar që nga ekobarkut, nga fibogastroskopia, nga kolonoskopia, nga skaneri dhe nga rezonanca. Pra janë të gjitha ekzaminime që secili mund të aksesojë dhe jo vetëm në sistemin privat, por edhe në sistemin shëndetësor. Vërej njerëz që shkojnë andej këtej me një koll që vazhdon me muaj të tërë, me vite të tëra dhe shkojnë në dyert të ndryshme dhe askush nuk u thotë që ky situacion origjinën nga problematikat e stomakut. Ndërkohë që ti përjashton patologjitë tua, ti duhet të thuash patjetër pacientit që ti duhet shkosh tek një mjek gastropatolog, se nuk këtë koll, pasi ke përshtuar patologjitë e tjera, duhet të thuash kjo koll mund të jetë dhe origjinë stomakut, na ndodh shpesh sidomos në moshat e reja, kolla në moshat e reja. Këto probleme diareja që përsëritet që shpesh i liet stresit, është indikator shumë i rëndësishëm. Unë mendoj që sistemi shëndetësor, pavarësisht nga ato mënyrë se nuk themi që funksionon perfekt, por për pjesën e aparatit tretës gjithmonë e ka alternativën për të shkuar atje ku duhet, për të marrë ndihmë, për të diagnostikuar në kohë dhe për të mjekuar në kohë. Kur duhet të paraqitet një njeri tek mjeku në rast se ka shenjat e problemit të sistemit gastrointestinal? Çfarë shenjash duhet të vërë re ai, pa qenë një specialist ose pa u paraqitur? Cilat janë ato shenja që duhet ta shqetësojnë këtë njeri dhe duhet drejtohet? Sigurisht shenja e parë është dhimbja. Dhimbja, por i thash edhe më parë që nuk është gjithmonë indikator i problemeve të aparatit i problemeve është sigurisht indikator, por flas gjithmonë për problemet madhore. Pra dhimbja zakonisht indikator për ulçrën duodenale dhe për disa gastrite inflamatore që takojnë shpesh në moshat e reja, të vjellat e përsëritura. Ajo gjendja e diskomfortit e quajmë fryrja e barkut, ti ha diçka dhe s'ndihesh rehat. Ti defekon 3 herë, bën diare dhe bën një javë kapsllëk. Është indikator shumë i rëndësishëm, mënyra, pra shumë e rëndësishme që njerëzit të shikojnë dhe të ndjekin mënyrën e jashtëqitjes. Ngjyra është shumë e rëndësishme. Sa herë që njeriu shikon që ndryshon frekuenca, ndryshon ngjyra, ajo bëhet më e errët, pra bëhet si qymyr ose ka praninë e gjakut. Ky është alarm që duhet të drejtohet patjetër tek një mjek gastropatolog. Të vjellat e përsëritura, rënja e paspjegueshme në peshë, Alida, kur një person i ri, relativisht i ri, ushqehet mirë, bën aktivitet fizik, ka të gjitha, nuk ka katalizator stresin, pra është një ri normal që shkon në punë e tjera, fillon dhe bie në peshë në mënyrë të pashpjegueshme, duhet patjetër të shkojë te gastropatologu. Një njeri i cili her mbas here ka të luhatjen e peshës, pra herë merr atë peshë, herë humbet atë peshë, herë humbet në mënyrë të menjëhershme. Një njeri i cili ka intolerancë ndaj gjërave me ndyrë, ndaj mishit të kuqe, shumë e rëndësishme problemet të stomakut. Ka shumë njerëz në fazën e një fillimit të një gastrit inflamator ose një patologji jo shumë të mirë, fillojnë që nuk e kanë qef më të hanë atë mishin, pra të kenë atë shihen, të ndjejnë atë shihen, tharja e gojës, ndjesia e të vjellit, sidomos afër mëngjesit, të dhimbja që zgjon nga gjumi rreth orës 3-4 të mëngjesit. Është indikator shumë i rëndësishëm për të cilën mendoj që secili nga ne duhet të drejtohet tek një mjek specialist gastropatolog. Ju përmendët gastritin dhe shumë njerëz e përmendin dhe e kalojnë lehtë këtë gjë, thonë kam një gastrit edhe nuk paraqiten te mjeku ose sa herë kanë një shqetësim para ushqyerjes ose pas ushqyerjes, thonë e justifikojnë me këtë që kam një gastrit dhe do më kaloj. Po, është vërtet, Alida, po. Sa shqetësues është gastriti edhe çfarë duhet bëjnë njerëzit që kanë këtë patologji? Është shumë shqetësues sepse për i të vërtetës ka njerëz në përditshmën time më ndodh që shpeshherë thonë një gastrit, kanë bërë një endoskopi 15-20 ditë parë, diagnostikuar me një gastrit, por brenda stomakut ka disa lloj gastritesh. Pra ka disa gastrite të thjeshta, por ka disa gastrite inflamatore që quhen gastrite kronike hipertrofike, të cilat në një dekadë 10-15 vjeçare fillojnë një transformim dhe bëhen prekancer dhe kancer i stomakut. Pra jo gjithmonë duhet të bazohemi në faktin që ti ke bërë një endoskopi, ke bërë një ekzaminim para shumë vjetësh, sepse ai gastriti që ti e ke bërë një endoskopi para 20 vjetësh, mund të ketë një gastrit i thjeshtë, mund të jetë kronicizuar, ti je qetësuar dhe i mjekuar për momentin, por problemet kanë vazhduar. Zbulimi
i atij që quhet Helicobacter pylori, nga 2 mjek australian në vitin 1985, ishte një bum shumë i madh për mënyrën se si duhet të menaxhohet një gastrit, pra një problem i stomakut. Kjo në momentet e para pati shumë skeptik në lidhje me këtë, sepse askush nuk mund ta mendonte që në një stomak ku prodhohet acid të bashkëjetojë bashkë me ne dhe bashkë me këtë aciditet një mikrob që quhet Helicobacter pylori, që në përditjen tonë njerëzit pak a shumë e njohin, dhe u deshi njëri nga këta studius ta ka përdi vetë Helicobacter për të vërtetuar se çfarë shkaktonte ai në stomak, dhe për këtë zbulim që këta mjek kanë bërë në vitin 2005, këta mjek kanë marrë çmimin Nobel dhe mendoj që është një kthesë shumë e madhe në mënyrën se si trajtohen problemet gastrointestinale dhe të gjitha llojet e patologjive gastrointestinale, por të gastriteve kronike. Helicobacteri, për fatin e keq, bashkëton me ne, unë për ditë shoh njerëz, dhe është një analizë e cila realizohet në gjitha laboratoret, në fetë që bëhet kryesisht në feshte, por është një test tjetër që është testi ureazës, i cili akuzohet për patologji, për një lloj gastriti të veçantë, i cili është si gjendje premalinje dhe bashkëtesa e jon për më shumë se 15-20 vjet krijon kushte për të bërë një atrofi difuze dhe për të bërë një tumor ose një kancer të stomakut. Kjo ndodh jo të gjithë njerëzit, por një pjesë të madhe në 15 deri në 17% të personave me të cilët bashkëtojnë ose kanë këtë Helicobacter gjatë gjithë kohës prezent në stomak, duke krijuar një inflamacion shumë të shprehur në stomak. Ka disa mënyra se si Helicobacteri dëmton stomakun, duke futur që nga vetë Helicobacteri prodhon ureaz, e cila katalizon një reakcion kimik dhe shoqërohet me një rënje në fazën fillestare të acidit kloridrik. Gjithashtu vetë ky Helicobacter prodhon disa toksina, të cilat fillojnë ta dëmtojnë atë barierën mbrojtëse. Pra dëmtojnë dhe fillojnë që inflamacioni mos jetë më në brendësi stomak në mukozë, por fillojnë të përfshijë disa shtresa. Gjithashtu aktivizojnë edhe disa enzimat të tjera dhe prostaglandinat, të cilat janë përgjegjëse prap, të cilat fillojnë të dëmtohet stomaku. Në fillim kemi një paksim të acidit kloridik, por në një fazë të dytë, në terren të inflamacionit, acidi kloridik fillon të shtohet, ulet ajo bariera mbrojtëse, dhe tashmë inflamacioni nuk është thjesht në mukozë, por depërton në gjitha shtresat dhe shpesh fillon të krijohet ajo që ne quajmë fazë një prekancer, pra ajo që është pasojë e atrofisë. Sigurisht Helicobacteri nuk vepron në veçantë. Pra Helicobacteri është prezent në çdo organizëm dhe në momentin që ai sigurisht ka disa kushte pra ai që të bëhet aktiv. Bëhet aktiv, atëherë duhet trajtuar patjetër. E para gjenetika. E dyta mënyra se si ushqehemi. Për fatin e keq, pjesa më e madhe e njerëzve sot përdorin shumë fast. Pjesa më e madhe përdorin shumë alkool nga gjitha llojet, përdorin kombinimin e alkoolit me cigaret dhe me drograt. Përdorin ushqime me konservantë. Këto element një nga një pak më vonë, duke qenë se janë vërtet shqetësues në traktin digestiv. Si ndikon ushqimi i shpejt, duke qenë se ju e filluat këtë bisedë dhe le ta vazhdojmë. Si ndikon ushqimi i shpejt dhe mënyra ushqyerjes? Mënyra të ushqyerit, po. Unë e përmenda pak më parë që ju keni një përvojë të gjatë pune dhe çfarë keni konstatuar ju ndër vite? Aktualisht është ushqimi ai që i sjell problematika? Sigurisht, patologjitë e apatitetit janë shumë komplekse. Alida nuk mjafton një element. Pra nuk mjafton që ti të hash fast dhe të smuresh nga stomaku. Pra duhet të bëhen disa faktorë bashk, të cilët krijojnë një inflamacion stomakut, krijojnë probleme shumë të mëdha stomakut. Pra duke filluar që nga gjenetika, të gjithë, ne nga prindit kemi marrë ngjyrë syve, flokët, inteligjencë, shumë gjëra, por midis tyre kemi marrë dhe predispozitin për të bërë probleme të një aparatit caktuar, të zemrës, të stomakut. Pra të gjithë kemi një predispozit. Dikush vuan nga patologjitë kardiovaskulare, dikush nga patologjitë renale, dikush pra ka predispozita gjenetika është në bazën, genet tona janë baza gjithçkaje, pra baza e organizmit, por jo vetëm gjenetika, pra duhet të jenë disa faktorë. Mënyrë e dyta, dhe më rëndësishme e shpjeguam lart, pra është Helicobacter pylori. Dhe treta është mënyra se si ne ushqehemi. Për fatin e keq, unë çdo ditë shikoj fëmijë që përdorin fast, 15 vjeç, 13 vjeç, 10 vjeç, që vinë me dhimbje shumë të forta stomaku, me të vjella të pandërprera. Pra përdorimi i ushqimeve fast është shumë i rëndësishëm. E inflamojnë në mënyrë sistematike stomakun. Përdorimi i patateve të skuqura, i vajrave me të cilat ato përpunohen, i salcrave është shumë i rrezikshëm. Përdorimi i sallamrave, gjërave të ushqimeve të procesuara, kryesisht të sallamrave, që në moshat në fëmijëri sidomos, pothuajse i përdorin gjithë.
Ushqimet e konservuara. Edhe ushqimet e konservuara, edhe ushqimet që kanë konservant në përbëri, janë shumë buka që ne përdorim. Është problem shumë i madh, mendoj, dhe është një nga akuzuesit kryesor për kancerin e stomakut, ushqimet që kanë në përbërje myk, pra ushqimet që kanë në përbërje myk, ose ushqimet e mykura, dritrat e mykura, cerealet e mykura, pa në përgjithësi ato që kanë myk. Ka studime të tëra, Amerika ka bërë studime shumë të mëdha në lidhje me mykun, korelacionin që është midis mykut dhe patologjive gastrointestinale. Dhe është vërtetuar shkencërisht që përdorimi i bukës së mykur, i krurit të mykur, i dritrave të mykura janë përgjegjëse për një pjesë të madhe të pacientëve që bëjnë patologji gastrointestinale, kryesisht kancer stomakut dhe të kolonit. Ushqimet e tjera të cilat ne përdorim në mënyrën e përditshme janë shumë të rëndësishëm, gjërat janë të procesuar, por dhe gjërat me shumë yndyrë, gjërat janë mishi i kuq. Ideja është që ne të gjithë sot e kemi reduktuar mishin e kuq, por nuk është thjesht mishi i kuq, por është ajo mënyra se si ushqehen sot kafshët, mënyra se si ushqehen, se si stimulohen, nuk është thjesht mishi i kuq në thojza për ta kuptuar. Shumë kush mund të thotë që në zonat malore gjithkohon njerëzit janë ushqyer me mish. Janë ushqyer patjetër, por dhe sigurisht organizmi, Alida duhet të marrë të gjitha, duhet të marrë mishin, peshkun, pra duhet të marrë vitamina, duhet të marrë gjithçka nëpërmjet ushqimeve. Ne të gjithë e kemi reduktuar, por arsyeja nuk është thjesht mishi për ta kuptuar, por është cilësia e mishit, është hormonet që përdorin, ushqimet që përdorin për të ushqyer kafshët. Shumë të rëndësishme sot në kohën e sotme janë perimet që ne përdorim. Asgjë tek ne, jam e sigurt që them, pothuajse nuk është bio. Pra gjithçka rritet e stimuluar, gjithçka rritet me pesticide. Perimet që ne marrim në supermarket, që blejmë gjithandej, sigurisht të gjitha janë, një pjesë janë të procesuara, një pjesë janë me pesticide. Gjithçka pra nuk është bio pra. Ne nëpërmjet tyre, nëpërmjet perimeve dhe frutave ne bashkë me to marrim dhe shumë kimikate, pra marrim shumë hormone, të cilat janë katalizatorë shumë të rëndësishëm të aparatit tretës kryesisht, por dhe të organeve të tjera. Pra siguria ushqimore nuk është... Po, nuk është ajo që ne mendojmë. Edhe sigurisht që ndikon drejt për drejt në sëmundjet e aparatit. Përdorimi në masë i alkoolit, i të gjitha llojeve të alkooleve, të thjeshta, të ratis, të gjitha pijeve me ngjyrë, përdorimi, kombinimi tim me cigarin në mosha shumë të reja dhe kombinimi dhe përdorimi i drograve. Edhe përdorimi të gjitha llojat të drograve që fillojnë të përdoren që në moshat që në 15 vjeç, 10 vjeç, përdorimi të gjitha lloj drograve që është bërë masive sot, por sidomos kombinimi i gjithë këtyre elementeve, pra Helicobacter në lojë, trashëgimia, ushqyerja shumë e mirë, përdorimi i alkoolit, përdorimi i ushqimeve të procesuara, pra përbëjnë sot një alarm shumë të madh. Kjo nuk është vetëm për ne, edhe për vendet e zhvilluara, flas për Gjermaninë, që ka studime shumë të sofistikuara, nëse në Gjermani para 10-15 vjetësh screening, që ata e kanë të detyruar sepse t'i hajnë një gjop, nëse nuk shkon të bësh një egzaminim, e kanë zbritur për meshkujt në 45 dhe për femrat në 40. Pra kjo tregon, sepse edhe atë ndej është rritur shumë në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, shumë patologjit global, prandaj gjithë bota po tenton drejt ushqimit bio, që është tashmë është kthyer në një gjë pothuajse të pamundur. Është sfidë për të gjithë ne. Ne të gjithë shkojmë në supermarket, blejmë. Ne të gjithë sot kemi mundësi të blejmë çdo gjë që kemi ndëruar, të kemi një shtëpi të bukur, të blejmë një makinë të bukur, të blejmë një çantë të bukur që kemi ndëruar, të shkojmë në gjithë vendet e botës për t'i parë në çdo vend për të pushuar apo për të eksploruar, por për të zgjedhur një ushqim të shëndetshëm, për të siguruar një ushqim, jo vetëm tek ne, por në gjithë botën, për siguruar tamam në atë të mirëfillshëm bio, pothuajse është bërë diçka e paarritur. Gjithsesi, mendoj që brenda atyre mundësive që njeriu ka, të mundohet të përdori sa më shumë peshkun, sa më shumë perimet e freskëta, gjërat e papërpunuara, pra gjërat jo fast, pra gjërat e gatuar në familje, pra gjërat të cilat i gatuan vetë. Të ne është ende mundësia, mendoj unë, që të gjenë dhe këto ushqimet. Po, vlora për fat e mirë e ka peshkun, ti mund të gjesh frutat e freskëta, ti mund të gjesh mandarinë e freskët, ti mund të gjesh portokallën e freskët, pra e ka pak a shumë këtë, por thash që nuk varet shëndetja aparatit thjesht nga mënyra se si ushqehemi. Stresi është një katalizator shumë i rëndësishëm për të cilin ne dim shumë pak, dhe tek ne flitet shumë pak për stresin.
Do të them një episod që ndodhur ndoshta në vitin 2001, kur unë për herë të parë me një grup studentësh bashkë me një kolegën tonë, na u dha mundësia të shkonim në Jani, në Greqi, pra ishte hera e parë, një situacion shumë i parë, dhe ishte në terren të Interregut, me një grup studentësh, dhe aty kishim disa orë që ishte ideja dhe gjuzis, kishte pjesë gjuhe, kishte pjesë në spitalin universitar të Janinës, dhe midis tyre në një orë të veçantë, një psikologe që me sa më kujtohet kishte mbaruar në Amerikë, na dha një pyetje e cila kishte të bënte me që secili nga ne të nxithe një smundje dhe të shikonte të vendosë aty shkaqe, sigurisht ne kishim një përkthyes në anglisht dhe në greqisht, dhe secili nga ne që nga ne që ishim mjeke, duhet filluar smundje të gjitha dhe asnjë nga ne nuk kishte thënë stresin. Jo vetëm studentët, por asnjë nga ne. Dhe nga mënyra se si ajo reagoi u çudit, ju duk diçka shumë e ashtu dhe tha, pse ju në Shqipëri nuk keni stres? Asnjë nga ju nuk mendoni se disa nga smundjet, sidomos ato kardiovaskulare shkaktohen nga stresi, dhe të gjithë duke e parë. Dhe më kujtohet shumë mirë që ai një tabelë bëri stresin në qendër, bëri të gjitha organet, i pikturoi të gjitha organet, zemrën, mushkrin, trurin, të gjitha, dhe me shgjeta, sigurisht ajo që psikologe dhe shpjegoi në mënyrë shumë, unë nuk arrit ta shpjegoj, por mënyrën se si shpjegonte ajo se si stresi, shgjeta drejtohej drejt të gjitha organeve, dhe mënyrën se si ajo shpjegonte goditjen që bënte stresi, ishte diçka shumë e veçantë dhe që mua për vetëm time ka ngel në mendje. Pra, stresi hyn tek shkaqet që stimulojnë, sigurisht, ato që ndihmojnë, që stimulojnë, ashtu si çdo smundje, ashtu si stimulojnë problemet kardiovaskulare, dhe për fatin e keq, gjithë jeta jonë sot, ne të gjithë jemi të ngarkuar me stres, pa përjashtim. Stresi është prezent askush nuk do të thotë që nuk kam stres, askush. Stresi është në familje, stresi na shoqëron në punë, stresi na shoqëron edhe për gjërat kota, për muhabete që mund dëgjojmë, për gjithçka që ne dëgjojmë në të përditshmen tonë, pra jeta vërtet është bërë shumë komplekse dhe shumë stresante për i të vërtetës. Duam apo s'duam ne, stresi është bashkëshoqëruesi jonë në çdo moment, mendoj unë të paktën. Pra duhet të eliminojmë stresin. Duhet ta minimizojmë, mendoj, nuk e eliminojmë dot, është e pamundur, por mendoj që të gjithë duhet të mendojmë ta menaxhojmë sa më mirë stresin, pra ta anashkalojmë gjërat e parëndësishme, sepse sigurisht katalizon shumë probleme, jo vetëm gastrointestinale, por problemet në përgjithësi të organizmit. Ju përmendët pak më parë problematikat e drogës, alkoolit, duanpirjes tek të rinjt, edhe duke i futur edhe faktorin stres, sa problem është kjo tek moshat e reja, cilat mosha evidentoni ju që vinë shpesh për sëmundjet gastrointestinale? Duhet filluar që nga preadoleshenca, pra kam parasysh moshën 12-13 vjeç, sepse është ajo periudha që organizmi akoma nuk është sofistikuar, ku niveli hormonal akoma nuk është në sasinë, nuk është ekuilibruar, dhe u shoh për ditë 13 janë në proces futin element, pra duke përdorur, duke ngrënë ushqime të thjeshta, duke u stresuar, duke filluar të përdorin cigaren, s'po them drogën, shumë shpejt fillojnë, që problemet gastrointestinale fillojnë të jenë prezent dhe në preadoleshencë. Për mos thënë në moshën e fëmijës, po nis gjithmonë sepse kontakti më i madh im është me adoleshentët dhe preadoleshentët, por takoj shpesh moshat e reja, ose prindër, edhe nëse nuk vinë vetë, prindër që vërtet ankohen, fëmia im vjell, fëmia im nuk ushqehet mirë, fëmia im ha fast food, por nuk ka asgjë në shtëpi e të tjera, pra është problem shumë i rëndësishëm për moshat e reja. Dhe thash, vendosja e helikobakterit është bërë problem shumë i madh. Gjithsesi, të gjithë e kemi një mundësi për të cilën duhet të drejtohemi mjekut. Nuk është farmacia zgjidhja e marrjes një omeprazoli, së pari duhet drejtohemi mjekut për të marrë çfarë po ndodh, çfarë ekzaminimesh të sofistikuara duhen. Dhe mendoj që është shumë komode bërja një helikobakter në feqe, gjithkush mund ta bëj, gjithkush nga ne mund ta bëj, të paktën një herë në vit. Flas gjithmonë për moshat e reja, ndërsa për moshat po kaluan moshat janë vit 40 femra në 45, përveç helikobakterit që duhet përsëritet të paktën një herë në vit, është një analizë tjetër që për fatin e mirë që është feqe gjak okult, për të cilën edhe laboratorit private kanë insistuar shumë, bëhet radhë jo për gjakun feqe gjak okult të thjeshtë, por atë që ne i quajmë fit immunology test, i cili mund të zbulojë kancerin stomakut dhe zorës 5-7 vjet më parë, para se të japin klinik, para se të japin dhimbje, para se të fillojnë çrregullimet, që të ketë prezent diareja, defekimi me gjak të freskët ose me ngjyrë të zezë,
Pra janë analiza të cilat një ekzaminim kaq i thjeshtë. Kaq i thjeshtë dhe shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm për mënyrën se si funksionon aparati tretës, për mënyrën ti vërtet ke probleme apo s'ke probleme. Pra është diçka është shumë elementare, mendoj, dhe nuk është se ka ndonjë kostë kaq të madhe që të paktën një herë në vit apo një herë në 2 vjet. Po, cila është rutina? Një herë në vit, një herë në 2 vite? Varet për moshën e riskut. Ekzaminimet bazë apo edhe këto ekzaminimet shpesë? Për moshën e riskut, për ata që janë në moshën e riskut, flas për meshkuj mbi 45 dhe për femra mbi 40, që kanë anamnezë familjare, që janë përdorues të alkoolit të pjesëve fast, duhet të jetë çdo 1 vit. Ndërsa për të tjerë mund të jetë çdo 2 vjet. Pra për njerëzit që nuk kanë anamnezë, që ushqehen shëndetshëm, mund të bëhet çdo 1 vit. Pra do bëhen të dyja, duhet të bëhen të dyja. Dhe ka indikator të rëndësishëm, por këtë e vendos mjeku, sepse vëresh në të përditshme që u del një helikobakter në feqe, shkojnë në farmaci, marrin mjekim antibiotik, kënaqen me këtë që u thot farmacisti apo dikush shkon në farmacirat bimore, duke pas shumë probleme me aparatin tretës, marrin nga gjitha ingredientet ushqimore të tjera, marrin çajra nga ndryshet, ndërkohë problemet vazhdojnë. Ne bëjmë sikur shikojmë, por organizmi është shumë herë më i zgjuar nga ne, pra problemet ecin, patologjit avancojnë dhe shpesh për hir të vërtetës në përditshëm ne takojmë mosha shumë të reja, me ankesa vite të tëra, pa u drejtuar tek mjeku. Dhe hera e parë që vinë ne zbulojmë probleme shumë të rëndësishme të stomakut dhe vësorës. Pra kur kanë probleme madhore, atëherë pra që të mjekut. Por ne duhet fillojmë të parandalojmë, Alida. Duhet parandalojmë. Parandalimi është gjëja më e mirë, sepse ka problemet tona, si për gjitha aparatet e tjera, nëse ti parandalon, ti siguron jetë, pra ti shpëton jetë, dhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme, se nëse ti loj që patologjitë të ecin, të instalojnë problemet e shumë të mira, kur fillojnë të preken organet jetësore, të preket mërqia, të preket pulmoni, atëherë është shumë e vështirë, terapia është shumë e vështirë dhe jetësia është shumë e kufizuar. Dhe mendoj që të gjithë duhet jemi shumë të kujdesëm për shëndetin, jo vetëm për aparatin tretës, për gjitha organet. Jo një shenjë thjesht, një djegje e lehtë stomaku, kur ti je stresuar, kur ti je ndërpojë, diçka që përsëritet në mënyrë periodike, ose ti vërtet mund të bësh vetë një analizë të feqeve dhe një helikobakter, dhe del një herë dhe ti merr mjekim, por ti patjetër duhet ta përsërisë të paktën mbaj 6 javë, nëse ajo persiston pra pozitiv, ti duhet patjetër drejtohesh tek mjeku dhe vendos mjeku atë mënyrën se si bëhet, se si procedohet. Cili është ekzaminimi që ti duhet të bësh? Është përcaktuar që e ka këtë mikrob helikobakterin, çfarë duhet të bëjë ai në ndjekjen në vijimsi, në ndër vitet? Ne i ndajmë, pavarësisht atij trajtimit fillestar. Ose mjeku i ndan njerëz që kanë helikobakterin dhe nuk kanë klinik, dhe njerëz të cilët kanë helikobakterin dhe kanë klinik, pra shumë e rëndësishme kjo. Pra kanë shenja të tjera. Kanë të tjera. Njerëz të cilët nuk kanë klinik, nuk kanë anamnezë familjare, ushqejnë shëndetshëm, nuk përdorin gjëra të fast. Këtë analizë mund ta përsërisin mbas një viti gjysmë, dhe nëse kjo persiston prapë pozitiv, sigurisht duhet të drejtohen mjekut. Por njerëzit të cilët kjo analizë është prezent, kanë klinik, jo vetëm që duhet drejtohen mjekut, por janë kontingjent i ekzaminimeve të sofistikuara, të fibrogastroskopisë dhe të kolonoskopisë së detyruar. Sidomos kombinimi të dyjave, prania helikobakter në feqe dhe prania e asaj që thash fit imunologji test, kanë indikacion absolut, pavarësisht nga mosha, për të kryer pra fibrogastroskopin dhe kolonoskopin. Më mirë një ekzaminim i bardhë, thot një kolegu jonë gastropatolog, se sa një smur i cili nuk ekzaminohet dhe kapet në fazet e avancuara. Pra më mirë një ekzaminim kot në Shqip, për ta kuptuar, një ekzaminim i bardhë, sepse ndodhë shpesh doktorësha pse më dhe këtë ekzaminim, kur më doli shumë mirë fibroskopia. Dhe unë ndihem e kënaqur që ky ekzaminim është mirë, pra ky ekzaminim shumë mirë që ka dalë mirë, se njerëzit e kanë gjithmonë domethënien e ekzaminimit. E bëm kot, pra e kanë gjithmonë atë domethënien që unë dua patjetër kur ti të bëj një ekzaminim kur unë të kem probleme. Nuk sheton të kesh probleme. Më mirë ti të bësh një ekzaminim të bardhë, një ekzaminim kot në miniaturë, le të themi, dhe ti të jesh i shëndetshëm dhe gjithkohën të mjekohesh dhe të jesh në dinamik. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm Alida për shëndetin. Jemi të gjithë. Unë vëre flas dhe për veten time dhe për personelin mjekësor, që janë ca gjëra që shpesh herë ne janë shkalojmë. Shenja jo shumë tipike, që ndonjëherë më ka ndodhur në të përditshmën tonë dhe për vojën time si mjeke, në raste që nuk më ka shkuar mendja, që vërtet brenda këtij aparati tretës mund të ketë një problem të rëndësishëm dhe ka dalë kundërta. Pra shenja të vogla, pa ndonjë dhimbje, një gjendje diskomforti e lehtë, këto gjëra që ne kemi të zakonshme dhe për fatin e keq
ka rezultuar e kundërta ose e kundërta. Persona që mund të ankuar shumë për dhimbjen, mund të pas ankesa pa fund dhe kanë pasur probleme shumë të vogla të aparatit të le të themi. Prandaj të gjithë duhet jemi kujdesshëm. Duhet bëjmë analiza, mendoj, tek ne duhet patjetër. Unë e kuptoj sistemin në mënyrë sepse nuk për të vërtetë se sistemi shëndetësor nuk funksionon perfekt vetëm tek ne. Gjithë bota ka probleme sepse bëhet llaf për lek, bëhet fjalë për personel dhe për shumë gjëra të tjera. Por shëndetësia kushton, mënyra e organizimit në Shqipëri nuk është e dur dhe egzaminimet. Aksesin e shpejt. Po, tamam për i dhënë aksesin, por dhe njerëzit një pjesë janë të zhgënjur nga mënyra se si funksionon sistemi shëndetësor, por duhet jemi të kujdesshëm. Ashtu siç kujdesemi të gjithë për veten, kujdesim të kemi shtëpi të pasur dhe të mirë, kujdesim të kemi makinën të mirë, dhe askush nuk të lë të dalësh në rrugë nëse ti nuk ke një siguracion, nëse ti nuk ke një kualitim të makinës. Ashtu duhet kujdesim edhe për shëndetin. Mendoj që në 365 ditë të vitit, secili nga ne një ditë duhet ja kushtoj shëndetit. Jo vetëm atij të aparatit tretës, por të shëndetit në përgjithësi. Aparatit tretës, pjesës renale, aparatit kardiovaskular, organizmi, një check-up të përgjithshëm le të themi. Për fat, për një pjesë të moshave, nuk e di tamam, ndoshta 60 vjeç ka hyrë check-up janë ndoshta më parë, nuk e di tamam. 35, nuk e di tamam, por që di që më vin për ditë. Të drejtën ta kryejnë këtë. Mendoj që një pjesë e njerëzve janë ndërgjegjësuar dhe unë mendoj që për analizat e përgjithshme rutinë, të gjithë të drejtohen check-upit sepse mendoj që bëhen shumë mirë dhe zbulojnë shumë shpejt të paktën sepse në atë analizë është një analizë që ka të bëjë për flas për aparatin tretës, për peshë gjakut komplet, që është peshë gjakut kurth, që mendoj që është analizë shumë e rëndësishme dhe shumë domethënëse. Është analizë shumë e domethënëse dhe kjo me sa di unë bëhet në check-up. Dhe kam raste për ditë që më vijnë me këtë analizë pozitive apo negative, ose dhe për provat e mëlçisë apo gjëra të tjera të cilat të indikojnë ty, ose të bëjnë ty që të i thellohesh, ti të bësh të orientosh, të bëjnë një ekobarku, të bëjnë një ekzaminim sofistikuar, një skaner barku, një mërije të tjera. Pra ideja është që thjesht ne duhet një ditë nga këto ditët e një vitit ja kushtojmë shëndetit. Po, dhe shumë bukur, një nga 365 ditët duhet ja kushtojmë shëndetit. Duhet ja kushtojmë shëndetit të gjithë pa përjashtim, të gjitha moshat. Nuk po flas vetëm për moshat e riskut kur hyn unë dhe brezim apo 155, 60. Por në gjitha moshat, sepse bën një helikobakter një herë në vit apo një 2 vjet, mendoj që nuk është fundi botës. Sepse ti bën një analizë, bën një check-up për të qenë, ne trembemi çudi, ne trembemi nga sëmundja, nuk duhet të trembemi nga sëmundja. Të gjithë do sëmuremi në një farë mënyre. Në kalimin e viteve, secili organ do krijojë në një moment saktuar, diku të krijojë shumë probleme zëmrë, të përballet. Nuk duhet të kemi frikë, por duhet të jemi të kujdesshëm. Të kujdesshëm për shëndetin, t'i kapim gjërat më shpejt, sepse sidomos për pjesën e flas gjithmonë për aparatin tretës, unë njoh raste të tëra të cilat janë diagnostikuar në kohë qoftë me probleme madhore të stomakut dhe të zorës dhe sot më jetojnë normalisht kanë siguruar jo më pak se 20 vjet jetë dhe kjo mendoj që nuk është pak. Nëse një njeri nëse siguron një 20 vjeçar apo një 15 vjeçar jetë, sigurisht është diçka shumë e madhe për çdo nga ne. Pra theksi duhet të vihet tek ekzaminimet në kohë. Ekzaminim në kohë, ndjekje në dinamik. Se ka të smur që ti thua do ta bësh një endoskopi, e bëjnë dhe del një lloj gastrititi veçantë. Dhe ti do ta bësh këtë ekzaminim mbas 6 muajsh apo mbas një viti, pothuajse nuk vjen asnjëri. Ose për ekzaminet e zorës, janë disa patologji inflamatore të zorës, për të cilat ti në dinamik duhet të bësh ekzaminime. Dikush vjen, pak janë ata që janë shumë të kujdesshëm. Shumë pak njerëz rikthehen për të ribër ekzaminimet. U duken si humbje kohe, u duken si ekzamime shumë invazive. Për fatin e keq, por ekzaminimet tona njerëzit kanë shumë frikë. Por gjërat tashmë kanë kaluar, janë ekzamime vërtet invazive, por bëhen anestezira të lehta, le të themi, që janë tamam për anestezish, që ti mund të bësh një ekzaminim që nuk pothuajse nuk e mbanon fare. Dhe është gjuna që në këtë situatë ti mos të bësh një ekzaminim. Për fat në Vlorë bëhen, edhe në klinika private, por edhe në spitalin rajonal bëhen ekzaminimet. Ato që të paktën duhen, ekzaminimet pasaj për gjëra, një polipektomi apo gjëra që më sofistikuar, sigurisht bëhen, nuk bëhen në Vlorë, por gjithsesi diagnostikimet patjetër që bëhen në spitalin e Vlorës. Doktore Shale, ti përmendim këto ekzaminime një nga një se sipas radhës dhe çfarë duhet të bëjnë konkretisht njerëzit? Kush janë këto ekzaminime që duhen bërë për të parë funksionimin e aparatit gastrointestinal? E parë një analizë gjaku e thjeshtë, që në të përditshme në gjuhën mjekësore quhet hemokrom.
në të cilën ti shikon rruazat e kuqe, shikon rruazat e bardha, shikon hemoglobinën, trombocitin, që janë indikator shumë të rëndësishëm. Ka shumë patologji të aparatit tretës që fillojnë me rënien e hemoglobinës, me rënien e trombocitit, patologjitë hepatike, pra të bie trombociti. Pra, thjesht me një analizë ku shikoj një hemokrom, pak a shumë filloj të orientohen çfarë po ndodh, ku ka filluar që organizmi të ketë probleme, pra shumë e rëndësishme një hemokrom. Provat e mëlçisë, që janë shumë të rëndësishme, ato që ne quajmë ALT dhe AST, trigliceridet sigurisht, glicemia për të parandaluar ose për të diagnostikuar një diabet, hemoglobina glukozuar, ato që thash janë shumë të rëndësishme pjesën tonë, feqe gjakokult, fitin, jo feqe gjakokult thjesht, por fitin dhe një helikobakter pylori i cili duhet jetë indikator shumë i rëndësishëm për mënyrën se si ne menaxhojmë me aparatin tretës dhe për të marrë vendime nëse ti vërtet duhet të ndiqesh në dinamik, sepse edhe ne në të përditshme ne ndajmë njerëzit, të gjithëve u rekomandojmë ekzaminime invazive. Jo të gjithëve. Ndonjëherë vetë njerëzit insistojnë që i duan patjetër për të kryer një ekzaminim, dhe kjo është gjë shumë e mirë, nuk është nonsens i madh, por gjithsesi në të përditshme ne të gjithëve u kërkojmë ekzaminime të sofistikuara. Por mendoj që një hemokrom, një feqe, një fit, një feqe për gjakokult, një provë mëlçisë, një azot kreat, janë analiza të cilat ty të zbulojnë shumë herë më parë një patologji të organizmit pa dhënë shenja fare. Një azotemie lartë të zbulon për problemet e veshkave, se u hytën një specialitet tjetër për ta kuptuar që të zbulon një patologji kronike të veshkave shumë herë më pak, sepse ty të nisin problemet, se të nisin ankesat që pasojnë një patologji të caktuar. Kur duhet bërë ekzaminimi endoskopik? Në cilat pacient apo kur është momenti i dur që ky pacient të drejtohet te mjeku për të kryer këtë lloj ekzaminimi? A bëhet rutinë? Nuk bëhet rutinë, por thash që ka zbritur më pragu për moshat mbi 45 vjeç, të cilët kanë për meshkuj 45 dhe për femra 40 vjeç, të cilët kanë anamnezë familjare e para, e dyta kanë praninë e helikobakterit në 2 apo 3 ekzaminime të përsëritura, të cilat kanë pozitiv fitin, ose prania e të dyjave, helikobakterit dhe fitit, për më shumë se 2 ekzaminime të përsëritura, do të patjetër. Prania e anemie, e cila nuk shpjegohet. Pas njeriu ushqehet mirë, shëndetshëm, nuk përdor asnjë lloj medikamenti, asnjë lloj holluesi gjaku. Duhet patjetër të bëhet. Humbja e paspjeguar në peshë. Humbja e paspjeguar, fryrja e barkut, gjendja e diskomfortit, diarea e përsëritur që persiston për më shumë se 6 muaj, është indikator shumë i rëndësishëm. Pastaj defektimi me gjak dhe ngjyra zezë janë urgjencë. Ato futen në urgjencë, ti patjetër në mënyrë urgjente duhet të ekzaminohesh. Por këto janë ato të përditshme të cilat ne i ndjekim në dinamik dhe duhet të jemi vërtet shumë të kujdesshëm për mënyrën. Ka mosha ato që kanë klinik, që kanë shumë të vjella, që bëjnë hemorragjira, pra që vjellin me gjak ose të vjella të pandërprera, pavarësisht nga mosha. Ata që vinë me një dhimbje shumë të fortë stomaku, që kanë indikacion absolut për fibro, ato që kanë çrregullime të gjashqitjes, kapsullëku i zgjatur për më shumë se 3-5 ditë. Është indikator absolut i kolonoskopisë së detyruar. Diarea e zgjatur e kapsullëku janë indikator shumë të rëndësishëm në mënyrën se si funksionon sistemi i tretës. Dhe njerëzit të janë shkëllojnë shpesh sidomos kapsullëkun. Marrin çajra, pijnë lëngje, thotë këtë gjë e kam prej shumë vitesh. Marrin këto mjekime, trajtimet popullore. Trajtimet popullore, sigurisht unë jam pro trajtime popullore në kuptimin shqiptar, që njeriu të konsumojë më shumë lëngje, të konsumojë më shumë perime, çajra natyrale. Por, kjo nuk u zjas pafund. Nëse vërtet zora ka probleme, pavarësisht nga ato që ti përdor, kapsulluku përsëritet, situata rëndohet dhe ti e kap një patologji malinje kur ka nesur shumë gjërat, kur problemi ka dalë jashtë mureve të aparatit tretës dhe kanë filluar të preken organet përreth. Dhe është sfidë shumë e madhe për të gjithë ne. Duhet të jemi brenda, duhet që patologjia të kapet brenda aparatit tretës. Çfarë do të patologjie që kapet shpejt në aparatin tretës, siguron një jetë gjatësi shumë të madhe. Trajtohet, hiqet ajo pjesë dhe nëse ti siguron 10-15 vjet, ndoshta edhe më shumë, është diçka shumë e madhe dhe madhore. Pra duhet patjetër të insistojmë që patologjia të kapet pavarësisht nga natyra, duhet kapet patjetër brenda mureve të aparatit, pra brenda stomakut, brenda ezofagut, brenda zorës, pra duhet kapet brenda, pa kaluar muret, të preki organet përreth, sepse kanë shumë afrimitet, se mozora me pjesën urogenitale, me pjesën ginekologjike dhe të tjera. Sepse pasaj po që se përhapet, trajtimi ka shumë kosto, jedhjasia bie ndjeshëm 9-5 vjet,
dhe kjo është që nuk dua t'i ndodhë askujt, dua ta ketë askush fatin, por gjithsesi të gjithë duhet jemi të kujdesshëm, që patologjitë i kapin sa më shpejt. Pra, diagnostikimi i shpejt, trajtimi në kohë, është gjë shumë e mirë. Doktor, ju përmendët pak më parë kapsllokun e zgjatur. Ka njerëz që e justifikojnë këtë gjendje të organizmit të tyre me trashëgimin ose me kështu e kam në organizmin edhe nuk i vën re. Cila është vëmendja që duhet tregojnë këta njerëz, sa të vëmendshëm duhet jenë dhe kur duhet të kuptojnë që kjo është një problematik, kapsloku i zgjatur është problem? Mendoj që kapsloku është vërtet problem, është problem që shoqëron mbi 70-80% të popullatës, jo gjithmonë është domethënë që mund të jetë me lojë një patologji, sepse zora ka inervim të dyfisht, pra zora ka dhe trurin e saj, le të themi në miniatur, ndikohet shumë nga stresi, ndikohet shumë nga ajo që në praktik quhet zora dembele, ndikohet shumë nga mënyra nga sasia e lëngjeve, edhe unë që jam mjek, nuk është se marr gjithsasinë e ujit. Që uji është gjëja më elementare, konsumimi i lëngjeve gjëja më elementare, jo të gjithë e marrim sasinë e duhur të ujit për të krijuar një presion në zor. Jo të gjithë e marrim sasinë e duhur të zarzadhateve të freskëta për të krijuar një presion dhe për të siguruar një jashitje. Ka edhe probleme shëndetësore, sidomos problemet e tiroides, mund ta japin kapsllokun, por një kapsllok i cili përsëritet në mënyrë të vazhdueshme, kur ti ushqehesh mirë, ti nuk ke asnjë problem tjetër shëndetësor. Ke një stres që kanë gjithë njerëzit dhe ty ky të persiston për më shumë se 6 deri në 1 vit, kjo është kampan alarm. Ti patjetër duhet të drejtohesh te mjeku. E thash më lart, më mirë një ekzaminim i bardh, një zore shëndetshme, një person i shëndetshëm në një ekzaminim i bardh, sa një ekzaminim janë shkaluar, një neglizhencë mjekësore apo e personit që ka këtë problem, është shumë domethënës kapsloku. Ngjyra shumë domethënëse. Ju përmendët sindromën e zorës së irrituar. Sa lidhet kjo me stresin edhe sa prezente është në popullat? Sindromi i zorës së irrituar është një nocion shumë i gjerë, është një nocion që ka mendime shumë kontradiktorë në lidhje me të, por ti duhet të thuash që ke një sindrom të zorës së irrituar nëse ti ke përjashtuar, ti ke bërë një kolonoskopi, ti ke një fit negativ, ti ke një analizë gjaku normal, ke një feqe, një Helicobacter normal, nuk ke genetik, nuk ke një anamnezë familjare probleme. Dhe koloptia funksionale është shumë e shpesh sot, që ka të bëjë me nervimin, pra zora vetë nuk ka probleme, por ka të bëjë me nervimin. Dhe kjo është prezencë në moshat e reja. Në moshat e reja, në adoleshencë, në preadoleshencë, është prezencë pothuajse në moshat 9-30 vjeç për meshkujt dhe 9-35 për femrat dhe 9-30 për meshkujt, por si patologji është shumë e shpejtë. Është patologji që ju të shoqëron gjithkohë, ti s'ndihesh rehat, ti ke fryrje barku, dikush alterohet me diare, dikush me kapsllok. Por nuk është ajo gjendja e diskomfortit që jep një patologji tamam e zorës. Pra është ajo ndjeja ti nuk ndihesh shumë rehat, ke ditë që ti ke kapsllok, nuk flas për kapsllok shumë të shprehur, por nuk kalon më shumë se 2 deri në 3 ditë, dhe një diare e cila përsëritet në intervalin kryesisht të stresit ose të një ngarkese. Por nëse këto bëhen të përditshme, ti asnjëherë nuk mund të thuash që ke brenda një kalopati funksionale. Nëse ti pa duhet të thellohesh, pa duhet të bësh ekzaminime. Dhe thash prapë, më mirë një ekzaminim i bardh, që ti është nocion shumë kompleks, sepse është i lidhur me shumë elemente të tjerë të stresit, me shumë patologji të tjera, me patologji të ankrit e të tjera, kolopati. Pra është më shumë shoqëruese, le të themi, sigurisht që stresi e katalizon, por jo gjithmonë. Se pasaj, shpeshherë mund të sidomos në moshat 45-50 vjeç, mund të fshihet një patologji shumë e rëndësishme, një patologji e rëndë e zorës, të cilët të gjithë ne ja shkalojmë. A ndikojnë ndryshimi i stilit të jetës në këtë problematik? Po patjetër që ndikon, stresi tam është katalizator, mënyra se si ushqehemi është katalizator, por thash nuk është ajo situata tipike kur vetë zora ka probleme. Pra është ajo ndjesia që ti s'ndihesh rehat, ke çfarë barku, a diçka më shumë, fillon të kufizosh diçka dhe ajo gradualisht qetësohet. Ti shikon që diçka nuk të bën mirë, shumë të përditshme, diçka me far, le të them, ose diçka pikante, ti fillon vetë ta heqësh atë. Dhe kjo në mënyrë indirekte fillon të bjerë pragu i dhimbjes, fillon të bjerë ajo ndjesia, ajo fryja e barkut. Por nëse ti heq të gjitha këto dhe vazhdon të jetë prezent alterimi i diares, kapsllloku, atëherë mendoj që bëhet fjalë për probleme shumë të rëndësishme, ti duhet patjetër të drejtohesh mjeku. Dhe është mjeku ai që vendos, është kolopati funksionale vërtet apo brenda saj është një patologji tjetër e cila duhet diagnostikuar dhe mjekuar. Duhet mjekuar mirë.
A ekzistojnë dieta të posaçme për njerëzit që kanë këto problematikë me zorën? Nuk mendoj që ekzistojnë dietat tamam të sofistikuara, bile bota sot po ecën drejt dietës së lirë për ta kuptuar, sepse organizmi është i veçantë, secili nga ne ndihet keq kur ha diçka, një person tjetër ha diçka dhe nuk e ka të ndjesi. Organizmi flet. Organizmi flet, shpeshherë organizmi shumë i zgjuar nga ne, fillon edhe vetë njeriu me koshencë, fillon të heqë disa gjëra të cilat në të përditshme ne shikojnë që s'ndihet mirë, nuk i bëjnë mirë praparatin tretës, dhe të gjithë jemi bërë të tillë. Por sigurisht stiletës, unë do më shoja shumë te përdorimi i ushqimeve të procesuara, ushqimeve fast, të cilat mendojnë që janë katalizator të probleme shumë të rëndësishme. Është mirë që gjithçka të jetë freskë, të konsumohet brenda, të gatuhet në familjet tona, të konsumohet në familjet tona. Nuk jam kundër lokaleve, le të themi, në miniaturë, por jam në idenë që e përditshmja jonë duhet jetë familja. Gatimi i gjërave të freska, përdorimi i vajit ullirit, që është një nga elementet kryesor, sepse përmban antioksidantët që nuk i ka asnjë lloj ushqimi në botë, asnjë lloj, pra vaj ullirit, që për fatin në vlorë kemi fatin. Fatmirësisht këtu ne gjendet. Dhe ka studime të tëra, jo nga shqiptar, por unë njerë kam pas fatin të udhëtoj me një grup spanjollësh, të cilët ishin një pjesë kimist, vetëm 2 ishin mjek, që kanë bërë një studim për jetëgjatësinë në Shqipëri, sepse për të vërtetës shumë interesant, kam udhëtuar një rastësi dhe në studimin që kanë bërë, sidomos për pjesën tonë, për Vlorën, për pjesën e Himarës, për pjesën e Dërmir, pra për pjesën edhe pjesën e Sarandës, pra pjesën e jugut të Shqipërisë, jetëgjatësia në 76% i dedikohet përdorimit të masë të vajit ullirit, të vajit, flasim gjithmonë për vajin bio, të cilin ne kemi mundësinë, sepse mbron shumë në patologjitë, është antioksidant shumë fuqishëm dhe në mbron dhe siguron një jetëgjatësi shumë të 5 deri në 10 vjet më shumë, por siguron dhe një funksionim perfekt të aparatit tretës. Sigurisht që të skuqur, të përdorën gatimet, të përdorën gjitha sallatat, në gjithçka që ne përdorim, është shumë e rëndësishme. Përdorimi i peshkut, që për fat Vlora e ka. Pra, produktet të peshkut rësisht por jo të skuqur, pra i gatuar mirë, i gatuar me perimet, me të gjitha llojet e perimeve, pra është një dietë, pra dieta mediterane, mendoj që është dieta më e mirë në botë, pavarësisht se pretendohet për shumë dieta, por sot të gjithë dieta mesdhetare ku dhe ne jetojmë, janë kthyer në dietën mediterane. Dieta mediterane, pra konsumimin e gjërave të freskëta, i vajit ullirit, i peshkut, i agrumeve, pra mendoj që është dieta më e mirë, më ekuilibruar dhe më shëndetshme. Të se them unë, po e thon studiues, kimist, mjek, pra shoqata të tëra që janë për studime, jo vetëm për Ballkanin kryesisht, dhe për Shqipërinë ka studime, por jo shqiptare, ka studime të huaja, të cilat e kanë vërtetuar shkencërisht, jo thjesht nga librat, por kanë vërtetuar shkencërisht që përdorimi i vajit ullirit, i agrumeve dhe i peshkut dhe dieta e ekuilibruar është dieta më e mirë për të siguruar mirëqenie dhe jetëgjatësi, mendoj. Dhe të gjithë pra duhet të insistojmë në këtë dietë, pra të dieta mediterane. Ushqimi që ne ham përbën edhe atë çka ne jemi. Po patjetër. Kjo vlen edhe për gjitha organet, edhe për zemrën dhe për aparatet e tjera. Thjesht për aparatin tretës, po thjesht po pozicionohemi tek pjesa ime, le të themi, tek pjesa e aparatit tretës. Doktoresha, biseda ka rrjedhur shumë lirshëm edhe gradualisht kemi arritur thuajse drejt fundit të emisionit. Çfarë këshillash mund t'i japim për popullatën në mënyrë që mos t'i kenë këto sëmundje të aparatit gastrointestinal, por edhe për t'i parandaluar, sepse për t'i pasur ndonjëherë nuk është zgjedhje. Sigurisht e para thash dieta, ekzaminimet e rëndësishme, ato ekzaminimet që thash një ditë në vit të ditë duhet i kushtojmë shëndetit, pra një feqe askuj si kushton asgjë, një analizë gjaku e thjesht, mendoj që secili nga ne ka mundësinë për ta bërë një analizë të thjesht, kontrolli i vazhdueshëm tek mjeku, dhe jo marrje e barnave në farmaci. Ti mund të blesh një bar, një pantoprazol apo një omeprazol të thjesht, të qetësohesh, por nëse problemet përsëriten në mënyrë periodike, pra dhimbja është persistente, diellat përsëriten, diareja e kapsulluar përsëriten, ti patjetër duhet t'i drejtohesh mjekut. Dhe në Vlorë për fat bëhen të gjitha, sepse në të përditshme unë shikoj që një pjesë shkojnë në Fier, një pjesë drejtohen në Tiranë dhe të tjera. Secili është i lirë dhe një kolegu im thot,
Sot njeriu zgjedh berberin, jo doktorin. Secili nga ne është i lirë të zgjedhë këtë doj, por e rëndësishme është të shkojmë te një profesionist. Një pjesë në Vlorë, nuk e di fare që në Vlorë ka gastropatolog tamam. Bëjnë të gjitha ekzaminimet e qytetit të Vlorës, në Spitalin Rajonal të Vlorës. Jo të gjitha, se një pjesë e madhe patjetër që e din, por për ata që edhe nuk e din, sepse ndoshta asnjëri nga ne që të thuhet, pra. Se secili nga ne kur plaset në shëndetin atëre e di që ka një kardiolog të mirë, ka një gastropatolog, atëherë shikon rrugët dhe i kërkon, se ka njerëz që për herë të parë, kontakti i parë, dhe kemi parë, po, mund të jetë, sepse mund të jetë të shëndetshëm deri në atë momente të tjera, por thjesht për ta ditur që në Vlorë bëhen të gjitha ekzaminimet dhe për fatin e mirë, për stomakun ka medikamente shumë të mira. Shkenca ka esur shumë. Unë në të përditshme kam parë ultra shumë të mëdhaja që në syrin e parë më janë dukur diçka më shumë, por një mjekim shumë të kujdesshëm, me një kozëzjatë, me një kombinim shumë perfekt të medikamenteve, nuk janë më. Dhe sot ata njerëz janë të shëndetshëm, ka shumë në Vlorë kështu. Ideja është që ne kemi armën, pra ne kemi kujdesin, ne kemi ekzaminimet, ne kemi medikamentet nga të gjitha llojet, sepse mund të ketë sëmundje që ti nuk akoma shkenca nuk ka arritur. E ka arritur të diagnostikoj, por akoma nuk ka një terapi tamam të mirëfit, le themi, ose një terapi të saksionuar. Për problemet e aparatit tretës ka studime të mirëfillta në gjithë botën, ka shumë studime vërtet, ka grupe të tëra që punojnë me muaj dhe me vite, janë zbuluar medikamente nga më të mirat që në kohën kur kanë bërë specializimin ose para, le them, nuk kanë ekzistuar. Medikamente dhe kombinime perfekte, antibiotik perfekt të kombinuar që mjekojnë sot, jo vetëm ka si të thjeshta, ushqat e gjitha patologjitë e aparatit tretës. Mjafton që ti të shkosh te mjeku, të diagnostikohesh mirë, të marrësh medikamentin e duhur, të rikontrollohesh dhe të ndiqesh në dinamik. Kjo është këshilla ime për të gjithë ata që Faleminderit, doktoresha, këshilla të vlefshme këto për çdo që është duke na ndjekur në këto momente dhe gjithmonë ashtu sikur se ju e thatë duhet të drejtoheni tek specialisti dhe është ai pastaj që ju orienton në rrugën e drejtë për përmirësimin e shëndetit tuaj. Ishim me mjeken gastroepatologe Mimoza Bega, faleminderit doktoresha. Kemi ardhur në fund të emisionit, unë ju lë takim sërish të hënën e ardhshme në emisionin e radhës, kur do të diskutojmë për një tjetër problematik shëndetësore dhe për një tjetër tematik dhe sigurisht me një tjetër të ftuar specialist të fushës së shëndetësisë. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim. Faleminderit Alida.